Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesën e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju deri në orën 9 do të qëndrojmë së bashku me programin e mëngjesit dhe patjetër si çdo mëngjes. Do të shohim së pari titujt kryesor të gazetave për sot, për çfarë shkruhet në të gjitha të përditshmet që na kanë mbritur në redaksi. Jemi ditë e mërkurë dhe shënon 4 qershor për vitin 2025. Do ndalemi edhe tek lëvizja automjeteve me interes patjetër dhe komunikimi së bashku. Pse takon temës së ditës, në fakt, unë do të bëjmë dije, do të ndalemi pak tek pushimet verore, me që jemi në qershor, me që gjatë këtyre ditëve temperaturat larta, në fakt edhe ndoshta pak plazhi edhe ka filluar, kështu që do t'ju pyesim konkretisht, jo thjesht edhe ato mund ta diskutojmë, por jo thjesht ku do të pushoni, a jeni vendosur në Shqipëri, jashta, në Jugan, Veria, në Bregdeta, në Mal, për te i këtyre, por edhe me një pyetje le të themi shumë konkrete që ka të bëjë me përditshmërinë, me çmimet dhe me ekonominë, duke ju pyetur që a e keni mundësinë ekonomike financiare që të pushoni këtë verë. Nisim më njëherë pasqyrën e shtypit, pa humbur kohë me gazetën Panorama dhe do të ndalemi tek zhvillimi kryesor që e kemi në këtë moment në ekran. Pozicionojmë më së miri gazetën edhe vijojmë të shohim gjithçka që pasqyrohet në numrin e kësaj të mërkure. Arrestimi i trafikantëve, shqiptarët mbushën Finlandën me drogë, SPAK, pra struktura e posaçme antikorrupsion, godet 4 kokat. Operacioni, SPAK dhe autoritetet finlandeze goditën dje një rrjet të trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe sintetike. SPAK njoftoi se 9 persona janë vënë në pranga dhe 2 janë në kërkim. Ndërkohë, nga 55 persona të dënuar në Finland si pjesë e këtij grupi, 10 prej tyre janë shqiptar. SPAK njoftoi se droga trafikohej dhe transportohej nga Holanda e Spanja dhe më pas dorëzohej, tregtohej, shpërndahej në disa qytete të Finlandës. Ata trafikuan 900 kg amfetamin, kanabis dhe kokain. Mes 9 arrestuarve është edhe një femër, por si funksiononte grupi trafikantëve, çdo detaj të mundshëm dhe përtej asaj që bëhet me dije në faqen e parë, keni mundësi ta lexoni në brendësi në faqen 7. Fondet nga punësimi të rinjve tek digitalizimi dhe energjetika, 3 projekt ligje të qeverisë, flet ministri. Tauland Balla tek ekonomia, pra me themi ka raportuar te Komisioni Parlamentar i Ekonomisë dhe Finansave dhe ka deklaruar u hapim rrugë financimeve europiane. Shohim të tjera zhvillime, mbetem ende me gazetën Panorama. Jemi kontrollues të fortë si syri Shqiponjës. Thirrja e Bashkimit Evropian për zbatimin e reformave, PPE, mision verifikues në Shqipëri, pra pak a shumë Partitë Popullore Europiane. Integrimi, raportimi i Marta Kos në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Sali Berisha ka qenë i pranishëm në asamblen e PPE me disa deputet Partisë Demokratike dhe aty ka deklaruar shteti i lidhur me kartelet e drogës. Në foto është Sali Berisha dje në asamblen politike të PPE, pra Partive Popullore Europiane, sepse Parlamenti Evropian është tjetër gjë, ndërsa Marta Kos është komisionere për zgjerim, e cila ka folur për integrimin. Krye komisari burg për jetë për vrasësit e Artan Cukut, pretenca për Jambellin dhe Lecin. Raportimi, energjia e rinovueshme familjet që përfitojnë nga skema e granteve. Historia e çiftit, refuzimi i Ali Memës dhe letra e babait të futbollistit për Beqir Ballukun. Ai që sjell këtë material interesant që na kthen vite pas në kohë Shuvil Zajmi dhe mund të lexoni në faqet 14 dhe 15. Duke vijuar pak a shumë në të njëjtën tematik, pra me rubrikën Histori dosier, kalojmë në një tjetër zhvillim. Nga projektorët mbi det tek klonet dhe shtyllat me fill elektrik. Mbrojtja e kufirit në diktaturë, tolloni i socializmit. Ky material vjen nga profesor doktor Elmaz Leci, lexoni në faqen 16. Së fundmi do shohim opinionet e ditës, ato që pasqyrojnë në faqen e parë. Visar Zhiti shkruan, mos zbukuroni ferrin, nga Çapajev Gjokuta i mund të lexoni, dhe pastaj parashevin e përpiu përsëri Harresa. Ilir Cenollari sjell opinionin me titull Interesi fizik dhe interesi intelektual.
Këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet e gazetës Panorama në numrin e kësaj të mërkure. Do ta lëm pas këto të përditshme për të vijuar me një tjetër të përditshme dhe për të ndalur pas gazetës Panorama në Tema. Gazeta Tema është e radhës dhe në foton kryesore është Ilir Ali Mehmeti, kandidat i Partisë Demokratike, Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për në zgjedhjet e 11 majit, doktori mjeku i njohur. Dhe zhvillimi kryesor që vjen në faqet 4 dhe 5 në gazetën Tema në numrin e kësaj të mërkure është ky: doktori i ri i Partisë Demokratike. Lufta e brendshme në PD veç sa ka filluar. Shumë shkurtimisht për të shpjeguar diçka, pasi ka bërë një ankimim në Komisionin e Ankesave dhe të Sanksioneve në KQZ Zeli Mehmeti për rinumërim të kutive të votimit, pra ndoshta disa ku ai pretendon që mund të ketë parregullsi apo trafikim të votave. Dhe ajo kërkesë, ai ankimim është rrëzuar, e ka vazhduar më tej le themi betejën e tij zoti Ilir Ali Mehmeti dhe ka ankimuar dhe në kolegjin zgjedhor. Pra doktori i ri i Partisë Demokratike, lufta e brendshme në PD veç sa ka filluar. Ecim më tej. Sali Berisha nxin Shqipërinë në asamblenë e PPE. Shqipëria, narkoshteti vetëm në Europë, ka kartelet më të fuqishme, shpërthen Evi Kokalari, pra aktivistja shqiptar-amerikane, e cila ka deklaruar: jam e shokuar, Berisha flet për narkoshtet, por harron që dëmton Shqipërinë dhe jo Edi Ramën, pra dhe jo, le të themi personalisht kryeministrin e vendit. U tha se u largua nga Partia Demokratike, Adriana Kalaja nxjerr pistoletën: më shpallët non grata në partinë time, por mos u gëzoni para kohe. Vjojmë me rubrikën Histori Dosier, edhe në gazetën Tema pasqyrohet si çdo ditë në fakt dhe patjetër në faqet 10-11 që do të thotë është e njëjta hapësirë. Historia e trishtë e Nikolin Gjojës, pasi ja dënuan djalin në burg politik, pse kishte përgojuar sekretarin e parë, e përzun nga teatri dhe kolegët ja kthyen shpinën edhe kur ai u sëmur. Shohim të tjera zhvillime, kalojmë në pjesën e sipërme, pra në pjesën ballore. Gazetari kandidatëve të Partisë Demokratike: pse nuk e thoni troç kush u hëngri votat? Antena brenda familjes muli kërkon të kuptoj pse Jeni Shehri është më popullor se ai. Pra bëhet fjalë për Selami Jeni Shehrin, ish deputet të kuvendit. Çmimet e Bulmetit dhe vezëve, Shqipëria ndër vendet me rritjen më të lartë në Europë. Opinionet e ditës janë këto, nga Merobaze Spari mund të lexoni, pra jo thjesht opinionin e ditës, por edhe editorialin, pra qendrimin redaksional. Berisha e bën më të besueshëm premtimin e Marta Kos për Shqipërinë në BE. Shkrim i radhës nga Desada Metaj: Kolegji zgjedhor ka në dorë të zbardh një nga të vërtetat e 11 majit, pra pak a shumë votat brenda familjes. Kreshnik Spahiu shkruan: pse Berisha në Bruksel i nxiu imazhin shqiptarëve dhe jo pushtetarëve. Përfunduam edhe gazetën Tema me të gjitha zhvillimet që i pa me vëmendje në këtë të përditshme, patjetër ato që pasqyroheshin në faqen e parë. Zhvendosemi me gazetën Dita. Kalojmë në gazetën Dita. Zhvillimi kryesor vjen nga Marenglen Kasmi, historian, edhe e shohim në këto momente me vëmendje, një hall i madh prindëror. Pra Marenglen Kasmi shkruan një hall i madh prindëror. Po do të marrim tjera detaje për ta kuptuar edhe më së miri patjetër. Shkak për këtë shkrim nuk është vetëm përvoja ime shumë vjeçare si pedagog, por një dilemë e madhe. Në cilin gjimnaz duhet shkoj vajza ime? Dhe më keq akoma, a ka vërtet rëndësi se ku? Përballë këtij shqetësimi shumë personal, më është ngulitur fort në mendje një vërtet që nuk ka më nevojë për prova teorike. Sistemi ynë arsimor ka hyrë në një fazë ku përmbajtja nuk përbën më as kriter, as garanci dhe as diferencë. Mund të lexoni në faqet 2 dhe 3, një hall i madh prindëror, që është një shkrim që vjen nga Marenglen Kasmi, një pedagog, prind po ashtu, dhe kam përshtypjen është dilema për një pjesë të mirë të prindërve
në cilin gjimnaz duhet shkoj, pra në këtë rast vajza e zotit Kasmi, por të gjithë e bëjnë këtë pyetje, në cilin gjimnaz duhet shkoj vajza apo djali im. Eci më tej pasi kemi parë zhvillimin kryesor. Kush është ish gazetari i revistës së sigurimit të shtetit që i quajti dje votuesin e majt Kope? Një shkrim dje në Panorama dhe një shkrim nga arkiva e komunizmit që po e sjellim në vëmendje të lexuesit për të gjykuar ai vetë mbi një nga shkaqet kryesore, pse Partia Demokratike nuk u bë dot kurrë demokratike. Ne patjetër që opinionet e gazetës Panorama kemi parë disi edhe në vëmendje, diçka të tillë nuk e kemi kapur, që në një prej shkrimeve votuesi majt të quhej Kope, por gjithmonë e them, nëse dëshironi përtej pasazhit që unë bëj me dije nga një opinion analizë dite, për ta kuptuar dhe për ta marrë tërësisht duhet lexuar i plot. Kundërshtit, pse kolegji zgjedhor ka në dorë të zbardhë një nga të vërtetat e zgjedhjeve të 11 majit? Bëhet fjalë për votën personale të kandidatëve të listave të hapura. Në brëndësit gazetës Dita, po ashtu mund të lexoni. Si do dilte rezultati në një sistem pa prag, pra 11 maj ndryshe. Hetimi i SPAK goditën grupet që trafikonin drogë në Finland. Kalojmë tek sektori i industrisë. Qeveria është në bisedime me 6 kompani të huaja për të prodhuar pajisje ushtarake. Mes tyre, 2 gigant të fushës së armëve synohet prodhim i artillerisë së rëndë. Po në brëndësit gazetës Dita, ashtu edhe siç është shkruar dhe pasqyruar në faqen e parë, mund të lexoni. Rishikimi, buxheti heq $10 milion për Mira Muratin. Rubrika e shëndetit, avulli i Dafinës për kollën dhe frymarrjen. Shënim, krimbi i Ullirit, gjykimi i Saliut dhe historia e fshatit ku ishte vjedhur një Karli Bardh, gjyshi Abaz dhe Elsa e sotme, e cila në vend që të shërbej keq për drejtësinë, ka rastin të shërbej mirë për drejtësinë. Nga Fatos Tarifa mund të lexoni materiali fundit nga gazetën Dita për sot, mbi supet e tyre, 2 shkencëtar të cilëve u kemi një borxh intelektual shumë të madh. Për Alfred Uçin dhe Zia Xholin, që shkencën e shndruan në anekdot dhe ëndër, në profesion e në institucion, dhe me këtë vonë bazat e zhvillimit modern të shoqërisë shqiptare. Këto ishin gjitha zhvillimet edhe për gazetën Dita, patjetër me vëmendje dhe me kënaqësi, pam çdo material që pasqyroi në faqen e parë, tek ndonjëri prej tyre u ndalëm pak edhe më shkurtimisht për të shpjeguar diçka më shumë. E lëm pas gazetën Dita, zhvendosemi në gazetën Telegraf, e më pas do të jemi edhe me Panorama Sport. Por shohim numrin e kësaj të mërkure në gazetën Telegraf, një tjetër të përditshme, të rëndësishme që ne na mbrin në redaksi. Opozita, celibashit i fluturojnë nga kutitë e votimit 130.000 vota. Reagon edhe KQZ-ja, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë pasqyruar me gabime në proces verbale, 99.000 flet votimi të papërdorura u raportuan gabimisht si 0. PD, përgjigje e celibashit ka defekte logjike, lëvizin 13 mandate. Shqetësimi është real, pra shqetësimi është i vërtet, flet avokat Goxhaj, prandaj celibashi nuk nxirrte dhe ende nuk nxjerr dot pjesëmarrje në 11 maj se nuk i kanë rakorduar ende të dhënat. Lexonim tepër në faqen 3, një ankimim, një kërkesë që është bërë nga opozita për 130.000 vota. Gjithsesi po vijojnë në fakt çështja e ankimimeve, hapja e kutive, dje hapur një kuti në qarkun e Vlorës, po patjetër në KQZ, kështu që KQZ-ja po dhe KAS po vijojnë me ankimimet e bëra. Indeksimi i pensioneve, ISSH, pra Instituti i Sigurimeve Shoqërore, ja koeficientët dhe formula për llogaritjen e pensionit sipas pagave ndër vite për personat që dalin rishtazi. Hambarët e drogës, avokat Langozi, Shqipëria korridor trafiku, kartelet në portin e Durrësit e transportojnë drogën me paleta.
Bileta deri në 1.000 euro, FSHF ka njoftuar se s'do të shpërndahen të gjitha biletat e ndeshjes Shqipëri-Serbi, por ato po qarkullojnë në tregun e zi. Mirë, në tregun e zi biletat e mund të shkojë aq, por ishtë vërtetës çmimet janë të shtrenjta, çmimet janë të kripura, fillojnë nga 20.000 lekë të vjetra, me që ne kështu e përdorim më shumë bileta më e lirë, paga shumë tek pjesa pasporte apo afërsisht tek kornet. Tribuna për balla apo karshia, si që njët nga gjithë, është 150.000 lekë të vjetra apo 150 euro dhe në mos gaboj shkonte tek tribuna VIP deri në 400.000 lekë të vjetra. Okej, në tregun e zi, kush mundet të rishes, megjithse do t'jenë dhe me emër dhe mbi emër, mund shkojnë shumë se aq. Eci më tej, të hanë shalqinin dhe të sulmojnë me zhapat, pra të hanë shalqinin dhe të sulmojnë me zhapat. Fejton nga Shqyqyri Fejzo, kemi futur në kuzhinë qumshtin pluhur, orizin artificial, petulla prej fluturashe buburecësh e së shpejti, do të fusim edhe mishin artificial, erën dhe shijen e qumshtit original që mjel sot kushurin nekua, ne nuk e njohim. Shumë vështirë është fakt, për ata që jetojnë dhe punojnë në Tiranë, qumshti natyral, apo qumshti bio i fshatit dhe shumë rrëdhime tjera, shumë vështirë. Mos e zbukuroni therrin, burgu i Spaqit rikonstruktohet me manualin AZBR. AZBR është Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Ndërhyrjet në funksion të një filmi artistik kanë sjellë zemërim pasi po fshihet historia, flet Visar Zhiti. Lëreni Spaqin ashtu siç ishte. Lëreni të mbetet një plag. Lëreni të dëshmoj për botën se çfarë ndodh kur ideologjia zvendçon njerëzoren, kur shteti bëhet xhelat i qytetarëve të vet. Rama, pra kryeministri, Kryepartia Socialiste ka deklaruar nisja e sezonit veror, çel edhe 36 qendra shëndetësore. Me nisjen e sezonit janë vënë në funksion 36 qendra shëndetësore verore në të gjithë vendin. Kryeministri Edi Rama vuri në dukje se qendrat verore janë të kompletuara me pajisje sinjalistik dhe staf mjekësor specializuar, të cilët do të jenë në shërbim të qytetarëve 24 orë në 7 ditë të javës dhe të turizmit shqiptar. Shohim disa zhvillime të fundit për gazetën Telegraf. Dimitër Anagnosti, intervista e regjisorit të njohur me aktorin me famë botërore Bekim Fehmiu, zhvilluar në Beograd 53 vjet më parë në javën e filmit shqiptar si një homazh për veprën e yllit të kinemas. Mozaik dhe aktualitet. Sami Frashëri, autori 5 teksteve për shkollën e parë shqipe, kryevepra e tij mbetet Shqipëria, çka qënë, ç'është e ç'do të bëhet. Pëllumb Gorica, prej fytyrës së bukur të majit të shenjtë të Tomorit, shëndetësia, pacientët e Kukësit gjejnë shpëtim në spitalet e Kosovës, edhe ata Tropojës po ashtu. Megjithëse është një diçark mjekësi, si ti luftoni sëmundjet me anë të dietave të ushqimit, nga hipertensioni e deri tek sëmundjet koronare. Opinionet dhe komentet e ditës, nga Vni Ponari mund lexoni, nga rreziku në mundësi, roli i sigurimit në hoteleri. Kristalet muzikore të Endrisinës, shkrimi vjen nga Blerina Shalari më sakt. Opinionet mund të lexoni në faqet 12 dhe 13. E lëm pas dhe gazetën Telegraf, si çdo ditë dhe si çdo numër. Në fakt, një mori zhvillimish pasqyruar faqen e parë, po i bëm me dije të gjitha me kënaqësi për t'u pasqyruar atyre që na ndjekin, cilët i falenderoj. Dhe së fundmi fokusohemi edhe tek Panorama Sport. Gjejmë zhvillime sportive, fokusi patjetër është tek Shqipëri-Serbi. Është shumë e rëndësishme jetike, më së shumti edhe në aspektin futbollistik në fakt. Megjithse egzaktësi zhvillimi kryesor, po ka të bëjë me një lojtar të kombëtarës, por në aspektin e merkatos. Broja Kuqezi është pra tek Shqipëria, po Kuqezi bëhet fjalë edhe për Milanin. Britanikja The Sun e transferon tek italianët, ku shef tashmë prej disa ditësh është Iglitare. Pra Iglitare, drejtori i ri sportiv i Milanit. Pra Broja Kuqezi me Serbin më 7 qershor, me fanelën Kuqezi të ekipit kombëtar dhe me Milanin në pritje.
përtej apo dhe përveç faktit që tashmë drejtori sportiv i Milanit është iglitare, edhe gjatë verës kaluar gjithmonë është folur për një interesim të Milanit për Armando Brojan. Mbetemi tek ekipi kombëtar stërvitja, Rej Manaj me grip 4 mbrojtës për 2 vende. Formacioni, forcë në ajër dhe kontrolën në sfush, Silvinho mes dilemave. Fitoria e përfaqësueses 31% statistikisht, 26% sipas basteve ndërkombëtare. Vajzat, Shqipëria dorëzohet në fund, Krasniqi nuk mjafton për fitoren. Vijojmë me ekipet nga vendi, kryesisht ekipet e kategorisë superiore. Të kuqt, Partizani si autobus linja 500 hyrje dalje. Kuqe blut, Smajli deklaron vllaznia më zhgënjeu Çoba drejt Armenisë. Bardhe blut, Tirana e 5 kontinenteve dhe e 42 shteteve. Elbasani, Gvozdenovic do afrim me Big, ja kundër hyet. Trajnerët, Duros i del emrin në Vlorë, shpëtim Duros besoj Xhafa qëndron në Lushnjë. Edhe së shkurtimisht zhvillimet nga futbolli evropian, patjetër që sejta kon futbollit evropian, zhvillimi më i rëndësishëm ditën e djeshme ishte në pankinën e Interit. Interi, Simone Inzaghi ikën të fshehtat e divorcit dhe pasuesi. Pas 4 vitesh largohet nga drejtimi i Interit Simone Inzaghi, trajneri do të firmos në Arabi për shumë të majve, në fakt sezonale, dhe Interi ka piketuar më së shumti do të kërkojë Cesc Fabregas. Liga e kombeve, Gjermania sfid Portugalisë, CR7 duam trofeun. Angli, Bruno Fernandes refuzon milionat arabe, 4 lojtarë sakrifikohen. Bundesliga, pra kampionati gjerman, Jonathan Tah moll sheri mes Bayernit Muniot dhe Bayer Leverkusenit. Ishte gjithçka në gazetën Panorama Sport dhe kjo pashtu ishte gjithë pasqyria e shtypit për ditën e sotme, numri i kësaj të mërkurë për datën 4 qershor të vitit 2025.